Delat, përshëndes. Përshëndetje Aida. Në fakt, ka qenë një shpërthim i fortë i cili duket se ka tronditur mbar qytetin e Elbasanit, edhe pse shpërthimi me lëndë të plasëse në një banesë në katin e parë të një pallati regjistruar në lagjën Partizani, themi fortë sepse është dëgjuar në mbar qytetin, ndërkohë që edhe më i fuqishëm është ndjerë te banorët të cilët jetojnë në këtë zonë, ajsa përpos së faktit që është hedhur në ambientet e jashtme të një apartamenti, kemi pasur thyrje xhamash, jo vetëm të apartamentit në fjalë, por edhe apartamenteve të cilët ndodhen ngjitur me shinjestrën, por edhe të bizneseve po ashtu që ndodhen aty. Të paktën nga ajo se çfarë ka mësuar edhe zyrtarisht nga policia e Elbasanit, sepse bëhet fjalë për një shpërthim i cili është regjistruar pas mesnate, aty ku edhe lëvizjet në qytet kanë qenë më të pakta dhe për shkak edhe të errësirës në disa zona, ja jeni duke parë në fakt të paralel me mua edhe pamjet që vinë nga momenti që policia ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për këtë rast, ndërkohë që sipas një kërkimi i timit më rezulton që banesa figuron në pronësi të shtetasit Arber Pepa, ndërkohë që nuk është një person i skeduar, të paktën deri më tani më rezulton kështu nga ana e policisë së Elbasanit. Fatmirësisht në momentin që ka shpërthyer lënda plasëse në banesën nuk ka patur persona, pasi fatkesisht mund kishim edhe të dëmtuar, ndërkohë që dëmet materiale më pas janë të konsiderueshme. Gjithsesi, policia nga mbrëm... Endela, pistat? Ku po, çfarë dyshohet në rastin konkret? Në fakt jam përpjekur që me të bërë publik si lajm, të përpiqem me burimet e mia zyrtare dhe jo vetëm kisha një informacion më të detajuar rreth kësaj ngjarje e cila duket se ka prishur qetësinë në qytetin e Elbasanit, momentalisht nga ana e policisë se Elbasanit nuk bëhet me dije dhe unë nuk e kam një informacion të tillë se çfarë mund ta ketë shkaktuar hedhjen e kësaj lëndë dhe plasëse në banesën e shtetasit të Pepa në Elbasan. A ka filmime aty në zonën, dhe është një zonë e banuar se her pas here këto janë ngjarje që për ishte nuk është se zbardhen, vinë si një njoftim, pak ka bashkëpunim, flas nga rastet e mëparshme, edhe nga palët e prekura, ato pra nuk është se kanë ndihmuar në çdo rast hetimet, ndërkohë ideja është zona ku ndodh kamerat janë ato që po. Realisht Elbasani është një Big Brother i vërtet prej disa vitesh, sepse monitorohet nga të gjitha anët me kamera, por fatkeqësisht ndodh që sa herë që ka ngjarje të rënda, edhe kur kemi pasur viktima, për fatin ton keq, këto kamera nuk di pse asnjëherë nuk punojnë. Kështu që zona ka patur kamera sigurie, sepse ndodhet përgjatë pjesës e cila shtrihet përgjatë vijes Zaranikës, ndërkohë që edhe pse ka pasur errësirë, por këta autor patjetër që diku kanë hyrë apo kanë dalë dhe rrugët tona janë të monitoruara. Jo se çfarë doja të shtoja është fakti se nga një kërkim im i shpejtë ose edhe nga ajo se çfarë kam këngulur në policinë e Elbasanit, duke qenë se bëhet fjalë për një sasi të vogël eksplozivi që është hedhur në banesën e Arber Pepës në Elbasan, pistat ose ajo se çfarë dyshon policia e Elbasanit është se ka qenë një lajmërim ose një lloj sinjali ndaj këtij personi për nga personat i jashtëm me cilët do dyshohet se ai ka patur konflikte. Pra jo një hedhje e kësaj lënde eksplozivi ndoshta përcjell pasoja të rënda në humbjen e jetëve, por një lloj sinjali. Por se çfarë shihet pas backgroundit të tij personal të Arber Pepas, deri në këtë moment nuk do dëshiroja kurse si të abuzoja me informacionin publik të cilët unë disponoj deri në këtë moment, ndoshta në lidhje tjera do të jemi edhe më të qartë për të kuptuar. Gjithsesi, zoti Pepa nuk rezulton i skeduar nga policia e Elbasanit, as i përmendur më herët nga media për ndonjë ngjarje të rëndë, kështu që do duhet ndoshta edhe pak kohë për t'ju përcjell të tjera informacione në vijim. E qartë. Endela, më lejo të ndalem pak tek ajo se çfarë ndodhi në Këshillin Bashkiak, debatet ku në fokus është incenerimi, është inceneratori i Elbasanit.
E në fakt AIDA u bë që në muajin janar të këtij viti që inceneratori vjen që të jetë kryefjala e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak në qytetin e Elbasanit. Më së shumti janë këshilltarët e opozitës, ata të cilët prej vitit 2022 në fakt, por edhe në vijim ka pasur denoncime pafund për mënyrën se si ka funksionuar apo nuk ka funksionuar normalisht inceneratori i Elbasanit, ndërkohë që përpos të gjithë asaj të gjithë e dim që ky incenerator ka punuar shumë pak ndër vite, bëhet me dije se nga janari këshilltarët opozitës kanë bërë presion, le ta themi në termat përgjithshëm në thojza, për një kontratë të cilën mazhoranca ka dashur ta kalojë në Këshillin Bashkiaku, edhe pse inceneratori i Elbasanit nuk punon, ka dashur të kalojë një kontratë e cila gjithsesi do t'i vilte taksa e qytetarëve të Elbasanit. Edhe pse pati një tërheqje në mbledhjen e parë pra të muajit janar nga vetë mazhoranca e cila duket se u dakordësua me opozitën për të sjellë një material më të detajuar, në mbledhjen pasardhëse më rezulton fatkeqësisht se në asnjë nga pikat e rendit të ditës nuk ishte vendosur pjesa e inceneratorit. Janë në fakt dy mbledhje të një pas njëshme të cilat opozita i bojkoton. Ajo e një ditë më parë, në fakt këshilltarët e opozitës përpos faktit që kanë bërritur rreth 15 minuta me vonesë në Këshillin Bashkiak për shkak edhe të numrave të cilat janë shumë të vegjël në këtë ditë për shkak edhe të angazhimit të kandidatëve apo dhe shtabeve të tyre elektorale, kanë bërritur me vonesë, kanë nisur të debatojnë me këshilltarët e mazhorancës as në rendin e të këtij fundit nuk ishte një pikë për inceneratorin. Në fakt, një nga zërat të kritik të Këshillit Bashkiak të Elbasanit vijon që tjetë këshilltarja Doris Madhi, e cila ka kërkuar që të gjithë të bëhen bashkë qoftë mazhorancës apo edhe të opozitës kur vjen puna për një çështje kaq sensitive si kundër është ndotja e ajrit në qytetin e Elbasanit. Me lejoni t'ju kujtoj se ai mali me plera pranë landfillit të Elbasanit vetëm rritet, jo vetëm kaq, por i ka ezauruar të gjitha kapacitetet. E përsa kohë që nuk ndodhte incenerimi, duket se ne në Elbasan nuk na mjafton as hapësira toksore, të paktën aty ku është vendosur fillimisht ky landfill, për të sjellur aty të gjithë mbetet që vijnë nga 7 bashkitë e qarkut të Elbasanit, dhe nëse i shtojmë kështu edhe bashkinë e Rogozhinës, na bëhen në total pra 8 bashkitë të cilët vetëm sjellin mbetje aty dhe nuk dihet se si do të shkojë kjo çështja e inceneratorit të Elbasanit. E qartë. Mirë, Antela, unë po të falenderoj duke ndikur në këtë moment edhe atë se çfarë u tha në këtë çështje delikate. Sigurisht kjo është një çështje që kalon edhe nga drejtësia, megjithatë të fakti që atje ka disa çështje të cilat edhe janë pjesë e Këshillit Bashkiak, mbetet që vetëm ti ndjekim dhe të falenderoj, të përshëndes, Antela. Dhe ndjekim. Në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak, grupi opozitar i Partisë Demokratike ka vendosur për herë të dytë të braktisë mbledhjen pas një debati në lidhje me çështjen e inceneratorit. Vlen për të theksuar që sot jemi në fund të prillit, kanë kaluar 4 muaj tashmë nga skadenca e kontratës së menaxhimit dhe përpunimit të mbetjeve, pra të inceneratorit Elbasanit, i cili sot menaxhohet nga kompania Ekoelb, dhe asnjë dokument nuk ka ardhur në Këshillin Bashkiak në lidhje me rinovimin e kësaj kontrate. Grupi jon prej 4 muajsh vazhdon tashmë dhe kërkon dokumentacionin i cili lidhet jo vetëm me kontratën e rinovuar të inceneratorit, por mbi të gjitha me kalkulimin e kostove të reja për sa i përket menaxhimit këtyre mbetjeve, për aq kohë sa inceneratori ka 3 vite që nuk funksionon si i tillë, por funksionon thjesht si një landfill i thjeshtë i mbetjeve. Të gjendur në këtë situatë për të disatën herë, sot detyrohemi të braktisim mbledhjen e Këshillit Bashkiak dhe kjo do të jetë një situatë pa kthim derisa qytetarëve të Elbasanit t'i jepet përgjigje se ku shkojnë mbetjet, se si menaxhohen 7 milion euro nga buxheti i Këshillit Bashkiak, se si gënjehen duke marrë ndihmë ekonomike 17.000 lekë të vjetra apo 34.000 lekë të vjetra dhe ndërkohë humbin 7 milion euro. Duhet t'i jepet përgjigje punëtorëve të cilët sot punojnë në këto incenerator në mënyrë të tillë që të dimë
A janë trajtuar me paga dhe si janë trajtuar me paga për aq kohë sa nuk ka një kontratë të rinovuar. Nga ana tjetër, Bashkia Elbasan duhet të mbajë përgjegjësi të plotë për këto mungesa për aq kohë sa është aksioneri mazhoritar i kësaj kompanie. Situata tashmë është e papërballueshme, mali me plera vazhdon në vitet nga 2022 e sot është gati 10 fishuar dhe nuk kemi as sigurinë që jemi në kushtet e landfillimit. Ne dim që atje ka thjesht një depozitim mbetjesh, absolutisht asgjë tjetër, sepse nuk na jepet as leja përkatëse për të hyrë dhe për të vëzhguar vendin. Pikë së pari, përveç faktit që Ekoel është një bombë ekologjike për qytetin e Elbasanit, përveç faktit që Elbasani jeton në një ndotje në kushte alarmante. Ka dhe një problem tjetër. Ekoel duhet ka detyrim ligjor sepse pagat edhe mund t'i shtyj dhe t'i jap pak me vonesë. Po detyrim ligjor, Ekoel ka sigurime shoqërore për punonjësit e saj. Ku i gjem parat Ekoel? Pse dhe sikur të ketë fonde të prapambetura nga viti që kaloi, ai nuk mund t'i përdor ato përderisa ka një kontratë. Atëherë si e lejon shteti këtë shkelje të tillë? Pra, punonjës të pasiguruar, të pasiguruar për 4 muaj, pasi nuk ka asnjë shanse që ato para që ekzistojnë në arkën e bashkisë e Ekoel të përdoren për siguracionet, sepse nuk ka ende një kontratë të miratuar. Jemi në kushte, të shkeljes ligjore me të dyja këmbët, jemi në kushtet e shkeljes ekologjike në të dyja këmbët, jemi në kushte alarmante. Jemi në kushte alarmante këtu shteti ka rënë.